Sonte nuk mendoj hiç për këtë punë. E di që të honën, nashta duhet me menu. Po na thënë zëdigjini që kur vin te ajo urë e kalojmë, nash po erdhëm te ajo urë, ishim te ajo urë, nuk e kalojmë. Sonte mu më duhet me u kujdes që sa ma shumë qytetarë të Kosovës e kuptojnë këto që po e them unë. Kjo nën kupton që misioni im sonte nuk është me i gjetë zgjidhjet e mas të honës, po me bin sa ma shumë qytetarë që opcioni jonë është i vetmi edhe i vetmi i drejtë. Këto e më të e bo sonte. E di se është mantra e jetës, është rregulli i jetës që na kemi me përfundu të honën mëngjes, atëhere bisedojmë, po sonte first things first. Misioni jam sonte është me spjegu sa ma shumë që muj, me i bin qytetarët e Kosovës që trenin cilin jemi sot me këtë qeveri është treni gabum, edhe kur hypë në tren të gabum, këtë stacionet gabum e kanë me të ardhë, sa ma shpejt që shdryp për ati treni, koste ka me qenë ma vogël. Sa ma shumë që vënohesh, koste është ma madhe. Okej, pra është lavdru në këto zedhe për liste, për ndryshimin, pra ju i një kryetar i AK-s tashmë, sigurisht Ramush Haradinaj mbetet aty, edhe e kemi pas ka qenë jashtëzakonisht të angazhu, ishte fushat e shkurt. Sa ja ka dalë AK-ja, që me thonë, me arrit me te kalu atë çfarë korri si rezultat me 28 shkurt, duke pas parasysh ndryshimet brenda saj, duke pas parasysh edhe atë listet, pra që e kemi përmend disa herë në studio, për shumë analistëve, është konsideru që një për listave më të mira, pra e ka te kalu vetën AK-ja, pavarësisht që ishte ku jashtëzakonisht e shkurtër. Edhe në bazë të matjeve, edhe në bazë të asoj që e shohim teren, Aleanca është seriozisht më mirë se në dhjetor të vitit kalum. Normalisht që unë e sonte e mbaj atë misionin tim që e thash pak ma përpara me Dibranin, po definitivja që muj me e thonë pa asnjë ekuivok, është që jemi shumë më mirë. Kur e kem nisë fushatën, unë ju kom thonë antarëve të Aleancës, na hymë në garë me fitu, nuk jom të ju thonë që nuk jom naiv, unë nuk jom dikush që nuk e kupton situatën. Ti je provu me zgjidhje. Po, absolutisht. Amo na nuk mujmë me hymë në garë të supozu diçka tjetër. Tash çka nën kupton për një parti politike me hymë në garë me fitu? Nuk jemi të bo boks, as të lujt tenis, as futboll. Gara për me fitu është gara për me i fitu njerëzit, për me i fitu mendjen e zemrën e tyne, për me i bind. Kjo është gara. Edhe kur kem hi me fitu atë pjesë të garës. Sa njerëz kanë me na besu sot, ose të dielën mëngjes. Nuk e di sakt, nuk mundem me e dit, veç e di që është të rrit numri. Amo një gjodu mi u thonë, marin men, garantu me e kini. Nëse jo të dielën, atëherë në zgjedhjet tjera kur do që mahen. Nëse jo në ato tjerat, atëherë me njëherë në ato tjerat. Opcioni që Aleanca edhe unë e përfaqësojmë ka me fitu në Kosovë. Për shkak se është opcioni i vetëm. Ka me fitu. Ky opcion ka me fitu një ditë. Këto po e leo me e mbajt kushdo në Kosovë. Le ta mbajnë, le të marruin këtë deklarat. Na kemi me fitu. Pra thjesht dynë s'ka opcion tjetër. Për me bo këta. Absolutisht, që ku i duhet ku. Ju, po duhe e fjallë një lidhjet, e keni një sukses që është Gjakova, që nuk është pak. Gjakova ka qenë zorëqore, me ardhin e juj, sot Gjakova është qytet i zhvillum, ka marrë për të marrë, edhe në fakt në këtë statistika del që është një prej qyteteve që ka tashmë matë për zhvillim ekonomik, pra që del jashtëzakonisht lartë. Ta shohim qysh ka me qenë e diela për ju, po edhe për ju personalisht është test. Pra pavarësisht kohës... E kisha lidhë veç pak me Gjakovën. Okej. Po, të Gjakova veç në ndërhyrje e kisha po shumë të shkurt. Është interesant që në zgjedhjet përgjithshme Gjakov vetëvendosje fiton. Mirë po, që ka ndalë shifrat, statistikat zyrtare, është ndër komunat fundit ku ka investu niveli qendror. Respektivisht, qeveria Kurtit. Do thotë, i bjen 22 cent për kuk banori, që është ma e ulta në nivel vendi. E dim. Qysh e spjegoni këto? E dim që është ashtu, është fatkeqësi që ndodhë kështu, jo vetëm me Gjakovën, po edhe me komunat tjera, ama do të me ditë një gjo,
Gjakova i konfrontisës, që e po statistike. Gjakova kam rri me qenë komuna e tretë në Kosovë për të hyrat vetat. Për i venit 18-19 jemi e treta, mas Prishtinës edhe Prizrenit. Ka qenë pa imagjinueshme. Gjakova e ka raportin e investimeve kapitale me shpenzime tjera më të lartë në Kosovë. Shkojmë në 33%, komuna tjera sillen në 27-28%. Çka po ju thom është kjo, eksakt. Çka lojmë mas, fillimisht, se unë nuk kom e qenë gjatë kryetari Gjakovës, e di, e kom ditë prej ditës parë që e kom marrë detyrën që nuk kom e qenë gjithmonë, duhet me lojnë mas diçka. Ajo që lojnë mas duhet me qenë e vlefshme. Tjetra është, ajo që ju thash me i hap ventilat e zhvillimit ekonomik, edhe pse në nivel lokal ka ma shumë kufizim në leva, për shkak se na nuk bëjmë ligje. Në nivel lokal nuk bën ligjet bën nivel nacional. Prap se prap, çka do që kom pas në dorë me e bu, për me ndihmu zhvillimin ekonomik e kom bu. Të ato që kanë qenë ekskluzivitet si kompetencë e imja, nuk e kom kursy as një minut me përdor për me i kry. Unë i kom rrit qerat e pronave komunale për i vlerës 130 euro në 1100 euro për të njëjtin objekt mrena 2 muajve. Për të njëjtin objekt. A dini qysh shumë thjesht. Veç nuk ja kom rregullu kërkuj. Me e marr e kom hek korrupsionin prej asaj teme. Ose një parking që e kom gjetë me 250 euro e që pagun sot 6500 euro. Edhe ju sot, po me një herë si e kom ndërprej kontratën për një herë. Të nesërmen. Unë e sot i marr unë, kushtimisht unë, Gjakova, komuna Gjakovës, sot i merr 50.000 euro në vit prej parkut që e kemi ndërtu. E kjo është menaxhimi i ri publik që është nis në Amerikë në vitet 80, që është i djathtë e që unë aplikoj. Sot njerëz në Gjakovë njihen ma mirë, e di që kanë hek keq një kohë, njihen ma mirë se veç e din që muin, që ata muin, që është e mundshme me u rrit. Këto modele muin me u përkthy në nivel nacional shumë shpejt, edhe ma shpejt se niveli nacional i ka levat. Unë nuk kom drejt me i liru bujqit për tatimin bron. Po qeveria nacionale ka drejt mrena një periudhe shumë të shkurt. Unë nuk kom drejt me ngrit pragun e të vëshës. Qeveria ka drejt shumë shpejt. Shumë shpejt me nxjerr qindra miliona euro që sot janë në të zezën, janë pare cash me i fut në banka. Ato biznese me mujt me marrë kredi që sot s'mujnë për me i bleni maqinë të re. Këto gjana nëse qeveria don me i bo, e unë du me i bo, mujnë me transformu Kosovën shumë shpejt. Nuk mujnë me u bo Zvicër ose Sloveni shumë shpejt, po me edhonë nxitjen, me kriju ndjenjen të njerëzit që po bëjka, shumë fishohet energjia që del prej tyne. Shumë fishohet iniciativa e njerëzve me bo dhe pak ma shumë. Si Ortek rritet, është rritje eksponenciale nëse na veç i lëshojmë energjit, i lirojmë energjit që i kemi. Kjo është që apo du me bo.